Me që e kemi këtë periudhë më të shkurtër dhe vinë më dinamike, natyrisht mos i lëm të presin se kam pritur në kohë dhe Besnik Tahiri, kështu dal jashtë për ta pritur atë. Besnik Tahirin përndryshe e kemi patur kaq shpesh në studiot tona dhe në shumë etapa të ndryshme. Kryetari i grupit parlamentar, deputet, aktivist, natyrisht e ftoi zotin Tahirit na bashkangjitet, aktivist edhe njohës shumë i mirë i rrethanave në qeverisjen lokale, vlen si nga më të mirët, i renditur tani në numrin 2, i shpallur deputeti më aktiv gjatë 2 vjeçari sa ka qenë në Kuvendin e Kosovës, synon të rikthehet dhe i dëshiroj mirëseardhje me njëherë. Besnik, të falenderoj shumë që je bashkë me neve edhe kam kënaqësinë që sot së bashku ta ndajmë jo vetëm këtë pjesë të parë të intervistës, por edhe debatin e zgjedhjeve, debatin e madh zgjedhjeve. Faleminderit shumë Kushtrim, përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Është